detyra, një vendim i marrë nga gjykata e posaçme dhe që është komunikuar 2 ditë më parë dhe do t'i komunikohet edhe në seancën e sotme që ka nisur në orën 9 të mëngjesit, ka vjuar për 40 minuta dhe ka patur një ndërprerje. Okej. Fation, falenderoj shumë. Presim natyrisht të verifikojmë atë se çfarë ka ndodhur. Këto janë pamjet e daljes, po. Këto janë pamjet e daljes së zonjës Balluku. I përsërisim edhe një herë regjia. Ja, ky është momenti. Nëse e kemi edhe me audio, ju lutem e japim audion. E shoqëruar përsëri nga Zonja Balluku, çfarë ndodhi në seancë? Keni një koment? A mund ta thoni, a do ta zbatoni vendimin e gjykatës? Zonja Balluku, një koment për mediat. Jeni numri 2 i qeverisë. Asgjë pra. Pra shoqëruar nga zoti Florian Seriani, ashtu si në hyrje, ka dalë zonja Balluku ai për makinë dhe është larguar pa avokatën e saj. Avokatët janë brenda, e dëgjuat Fation Gjinajn bashkë me të dy të akuzuarit e tjerë, 2 drejtorët e Ministrisë zonjës Balluku, Gjyli dhe Elezi. Zonja Balluku nuk ka thënë asgjë për gazetarët, ka hipur në makinë dhe është larguar, nuk dim nëse do kthehet prap. Ajo që duhet ta gjejmë se çfarë ka ndodhur, është shtyr për 2 orë atëherë për mbrojtjen, ëh? Për mbrojtja ka dashur të njëhet me këto 2 orë duket zonja Balluku ka preferuar të largohet nga gjykata, duke qenë se nuk e shtrëngon gjë që të qëndroj në gjykatë. Çojmë nëse kur të kthehet pas 2 orësh tani për të bërë mbrojtjen, duket se është një seancë që do të vazhdoj pas 40 minutave të para, pra ka marrë menjëherë 2 orë distancë dhe pastaj rifillon seanca nga fillimi. Kthehemi pak te ura. Ura është shumë e bukur kjo urës. Pse u vendos njerë përtes gjëve, se nuk kam as inxhinier, nuk kemi asgjë, po pse u vendos që mos bëj ura, u tha që me që u hoqën dherat. Edhe ne të dim. Jo, pse unë jam